Dokumentet dhe informacionet e nevojshme për heqjen e ekspulsit. Shpjegoni pse është thelbësore të hiqet ekspulsi për rastin tuaj, të dhënat tuaja të plota personale dhe emrat e tjerë që keni përdorur më parë. Një kopje të gjitha faqeve të çdo pasaporte që keni pasur që nga ndalimi juaj i hyrjes, ose dokumente të tjera të nevojshme për të udhëtuar dhe për të kaluar kufirin. Pasqyrë e të gjitha vendeve dhe vendeve ku keni qenë që nga ndalimi juaj i hyrjes. Kjo është për të treguar se jeni jashtë Schengen për kohëzgjatjen e ndalimit të hyrjes, dokumentet zyrtare të qeverive të çdo vendi ku keni qenë pas ndalimit tuaj të hyrjes. Në to thuhet se nuk keni kryer ndonjë shkelje të rëndë në vend, dhe që në këtë moment nuk ndiqeni për një vepër penale në qark. Data e mbërritjes tuaj në Schengen dhe vendi ku do të hyni në Schengen, rezervimet e fluturimit në nisje dhe kthim, pasqyrë e të gjitha vendeve ku do të qëndroni, dhe prova që ofrojnë siguri për qëndrimin tuaj dhe sa do të kushtoj. Shpjegoni pse është thelbësore për ju që të hiqet përkohësisht ndalimi i hyrjes.